Ndezë sheshin në Tereza si po ndihni edhe në këto pamje, megjithse është gjithçka e bllokuar, pra për të mbritur deri aty duhet të ecësh në këmbë për të mbritur deri në sheshin Nën Tereza, ku gjithçka tashmë është në çastet finale përpara fillimit të kësaj ndeshje, që është konsideruar si ndeshje e vitit, por që pa frikë për sa i përket tifozërisë dhe mënyrës së re të të bërit tifozllëk do të hyjë në Guinnessin e një ndezje të paparë të tifozëve shqiptar. Siç ndjekin më njëherë dhe kamerën, bëhen edhe më aktiv se sa zakonisht, janë duke pritur pra fillimin e ndeshjes, kush ka pasur mundësinë, fatin apo edhe xhepin e mbushur për të përballuar një bilet në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, me siguri është ulur tashmë në shkallët e stadiumit, ku ka hyrë pak më parë ishte edhe autobusi kombëtares shqiptare që ka përshkruar turmën pothuajse triumfator, i përshëndetur nga tifozët që kanë zënë tashmë sheshin Nën Tereza. Siç e shihni, janë pa dallim moshe dhe gjinie, fëmijë dhe vajza e djem që presin të fillojë kjo ndeshje për të pritur me entuziazëm dhe për të brohuritur për kombëtaren shqiptare. Siç na informojnë nga terreni, kolegët tanë të shpërndarë tashmë për të sjellë këtë atmosferë të jashtëzakonshme në edicionin tonë të fundit të lajmeve, dhe nëse do të ketë një fitore të Shqipërisë, ashtu siç të gjithë e urojnë e dëshirojnë, do të kemi transmetime të drejtë për drejta për të qenë në këtë atmosferë të jashtëzakonshme, me siguri që kemi hasur shumë rrallë në ekranet tona televizive për shkak të një aktiviteti sportiv, siç është ndeshja e sotme Shqipëri-Greqi, e vlefshme për eliminatorët e botrorit 2006, ku të dyja ekipet shqiptarët kanë pretendime për fitore, e natyrisht edhe grekët që vinë si kampionët e Europës në fuqi presin gjithashtu fitore. Ja po ndiqni në ekran në këto momente ekipin e kombëtares shqiptare, formacionin e Brigelit përballë Gjermani tjetër dhe Hagel, një përplasje gjermane është kjo. Pra, portier Strakosha, më pas ekipi vazhdon me Aliaj, Beqiri, Hasi, Sanaj, Lala, Murati, Duro, Skela, Tare dhe Bushi. Do kemi më pas në ekran edhe formacionin e kombëtares greke, Nikopolidis, Fizas, Bastinas, Karagunis, Sejtaridis, Katsuranis, Janokopoulos, Zagorashis, Kapsis, Aristeas dhe Vrisas. Do të jenë dy formacionet që do të ndeshen përballë njëri tjetrit, duket se po kalon një makinë qeveritare, është e sigurt pasi ka një makinë policie, po ka shëngjasa të jetë një zyrtar i lartë. Në fakt vetë kryeministri Nano ka planuar se do të jetë i pranishëm në shkallët e stadiumit kombëtar me veshjen e flamurit tonë Kuq e Zi. Do të ishte një nga anëtarët e kabinetit qeveritar, me siguri që po drejtohet për stadiumin Qemal Stafa. Regjia, meqenëse është në këtë momente në këtë plan, mund të më afrohet gjithsesi më shumë në planin e stadiumit të Qemal Stafa për të parë nëse është mbushur, pra nëse mira një rreth 20.000 sa mund të mbajë stadium është mbushur, me sa të duket me këtë plan të shqetësuar disi nga femrat dhe nga ndërtesat që i dalin përpara. Gjithsesi duket se gjithçka është vërtet gati, pritet që në kampin e gjelbër të fillojë ndeshja. Jashtë, atmosfera që shihni është e jashtëzakonshme, nuk ka qenë shumë e vështirë sot të mos ndjehesh shqiptar dhe me dëshirën në zemër për një fitore të kombëtares tonë, por në fakt ato që vërtet flasin pastaj edhe nga pikpamja gazetareske është një rezultat që pret një lojë të mrekullueshme, pothuajse eksaktësisht siç ajo e grekëve në kampionatin e Portugalisë 2004, si ajo surprizë që jo vetëm poshtë ekipe të mëdha me emër, por që tregoi se futbolli nuk ka më emra të mëdhenj. Futbolli bëhet nga sportistët të cilët për ta bërë atë duan natyrisht talent, punë, vullnet, mbi të gjitha duan edhe shpërblime. Meqense jemi tek shpërblimi, ju kujtoj edhe një herë se shpërblimi, premio i vendosur nga kryeministri i Shqipërisë, i premtuar pra për kombëtaren shqiptare në bashkëpunim dhe i ndihmuar kryeministri në këtë premtim të tij nga biznesi shqiptar, është $500.000. Janë disi më inferior në këtë pikë të paktën grekët, pasi ende kanë hesape me qeverinë e tyre për sa i përket premios të premtuar si kampion e Europe, nuk i kanë marrë ende paratë e premtuara, por gjithsesi për një kampion e Europe do të ishte vërtet
jo normale, kishte një reagim në fushë ndaj këtij çmimi të pamarrë, por më tepër qeveria greke ka siguruar se u të mbajë të gjitha angazhimet dhe fjalën që ka dhënë për këtë premio. Është kjo pra atmosfera që po ndiqni ndërkohë nga sheshi Nën Tereza, flamuj dhe brohoritje për Shqipërinë. Ajo që është dhënë si një rezultat më i mundshëm nga më euforike do të thoja është një rezultat 2-0, ndonse në asnjë moment nuk duhet harruar përballë kujt ndeshemi dhe përballë kujt ekipi jemi në këtë ndeshje që fillon rreth orës 20:45 minuta në stadiumin Qemal Stafa. Do ta ndërpresim kushtet transmetim të drejtë për drejtë, nderuar zonja dhe zotrin, nuk më